kemi pas, hera parë, kur këtë mashkujt i shprejnë ndjenë dikuj tjetër, është një fenomen që unë këtë tipe i vlerësoj. Nuk e vlerësoj në Gerta që ka po sakrificë se i kalon fëmijët e vetë jashtë. Si kalon në rrugë, i kalon në shtëpi vetë, me familjen e vetë, shumë mirë. Se sakrificë është me shprejti ndjenja? Jo, më e ka bo për idenë me fitu dhe për me kriju, pa tjetër që sakrificë. Sakrificë e cili bën atë. Se cili moshkull për shumë shprejt dashuri, atë që të të sakrificu këta kur shprejt dashuri ndaj një fafë në taj. Jemi mësu me pa gjithmonë njerës, jemi mësu si popull me plëcu e egon ton, kur një mashkull vrapon mas një femën. Është një vetë mirë ras kur një femën, dhe më thonë, nuk i intereson këne ka jashtë, nuk i interesojnë komentet e shqiptarve të përfshi edhe mu, po e shprejt dashnim për dikon që realisht e ndjenë. Edhe thot, dëgjote ja. Se ja tha Ledioni, sigurisht që interesojnë, se ndryshe nuk do hynte. Kush nuk intereson shumë opinioni. Kush e ngriti Eglin? Dhe më tonë qaj të gjithë e ngriti Eglin. Se Eglin sharu me ko. Eglin si pas me sharu me ko. Jo, Eglin, do me tonë nëse s'ke shetë gjesë dhe nuk e shput qatë Big Brother gjesë në e sharu Eglin me ko. Nëse nuk intereson publiku. E ke shumë gabim. Vetëm publiku intereson. Sepse ti nuk e ka kërkon 3 muj me një djallë që akoma së thot po. Po, pikërisht që kjo është ajo, shumica... Se ka 3 muaj që të përkon dashurin që se ka, po që amë tuar për tani. Te dhe që unë e du shumë, për unë gjithmonë kur gjykoj, se mu kam bo shumë vite, dhe e ndjek me pasion, pasi që zi është pjesë e asaj që unë e kumë kalu. Unë e vrej, unë e flas me detaje. Egli ka qenë banorja parë që është fut. Egli ka qenë që në minutën e parë personazhi edhe profili i qasaj vajzës që dhe më do ka spikon. Pimari me pikat shkurta, pimar me pikat shkurta, jo pa mera kësë ka pimar me pikat shkurta. Ka qenë Zumalushi aj që ka qenë, që i ka nga mas Eglit, dhe Egli ka qenë lajnë nëse cilin portal, tem. Që do një me marrë me radhë, Egli gjithmonë e ka pas trajektore në ngritje. Arbër, edhe njëtën e përditshme, po bërë drama. Dole rrugë atje. Big Brother është skenë teatrale. Bën drama për një histori që nuk ekziston. A ka qenë vërtet Egli në këtë histori? Jo, është si të fenomenal që jo. Unë me që absolutisht jo.